Për herë të parë pas 27 ditësh protest përpara kryeministrisë, qytetarët I drejtohen me një letër publike ambasadorëve dhe shefave të misioneve diplomatike të vendeve perëndimore të akredituara në Shqipëri. Në letrën e firmosur nga anëtarët e grupit koordinues të protestës, emrat e të cilëve tashmë bëhen publik, paraqiten 5 kërkesat e tyre, që nga dorëheqja e kryeministrit Rama dhe gjithë klasës së vjetër politike dhe krijimi I një qeverie tranzitore jo partijake me mandat 12 mujor. Kërkesat e protestuesve u lexuan dhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 27 të tubimit. Mes thirrjeve për të vijuar betejën në shesh, qytetarët kërkuan edhe anullimin e zgjedhjeve të ardhshme. Për herë të parë në protestë u artikuluan sulme edhe ndaj Ramush Haradinajt dhe Ali Ahmetit, të cilët dolën kundër protestave në Tiranë, ndërsa të shtunën protestës pritet të bashkohet sërish diaspora. Në shesh nuk mungojnë edhe pankartat për Çamërinë. Çështja Çame kërkon veprim jo fjalë, ishte mesazhi në protestën e 27 që përkoi me 82 vjetorin e gjenocidit grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Me flamuj kombëtar në duar dhe thirrjet për dorëheqje të politikës, qytetarët vazhduan marshimin e përnatshëm në rrugët e kryeqytetit. Rreth mesnatës ata mbyllën protestën para kryeministrisë për t'u rikthyer sërish të shtunën.